O ju njerëz, besojeni Allah dhe të dërguarin e tij. Besojeni Allahun hak, se ai është vetmi Zot, i cili meriton të adhurohet me të drejtë. Është vetmi Zot i cili ka pushtetin absolut. Të tjerët janë emra, por s'kan asgjë të bëjnë me realitet. Dhe qëndronin këtë besim, në palëhatje, në vazhdimshmëri, qëndronin te. Japnin nga ajo që a ka lënë Allahu në trashëgim. Çka është ajo? Është pasuria. E pse ka quajtur Allahu në trashëgim? Mustakhlifin fihi, jam me kuptu shka thanë Hasan Basriu, ti në fakt nuk je pronar real i vërtet i pasunisë. Por Allahu ta ka dhënë atë pasuni ty në rang, në formë të emanetit, të menaxhimit, të shfrytëzimit, të kënaqësisë me te. Ose nëpërmjet trashëgimisë, ose nëpërmjet njerëzës, po, amo ai ti ka qenë në rrugë të rrezikut, pra pejtina është. Ai ta ka sjellë rrezikun dhe të ka sjellë pasuni. Shef ç'është urtësia, rahmeti i Allahut. Spari ai të përzgjedh ti me dhon pasuni, me shfrytëzuti, kënaqur me to. Kufej, halal. Ama mos harro se ki hak ndaj Allahut, që është zakati, dhe hak ndaj shoqërisë, që prapë është zakati, sepse zakati është hak i dy fisht. Ramazani është hak i një fisht, namazi është hak i një fisht, haxhi është hak i një fisht, hak i dy fisht është zakati. Hak i robit, hak i Allahut. Kënaqesh me pasuni, e jep një pjesë pasunisë, jo të dritë dora, po të kënaqesh që po jep. E pastaj pason, lahum ajrun kebir, për ata ka shumë sevap. E sevapi më i madh dhe kryesori është me fitue arazin kënaqësinë të madhe të Allah. Me iman dhe me lek. Ai që fiton kënaqësinë, arazin e Allahut, ai ka shpëtu për zjarmin e xhenemit. Ai ka fitu xhenetin në emrin e Allahut, sepse s'ka logjik, është e pamundshme. Zoti të kënaqet me robën e vet, pa i të tjetër azi kënaqur me të, e ta ndeshke me xhenem. Asnjëherë. E fitove kënaqësinë e Zotit, për ty më krizë nuk ka, për ty më ka veç me këto etapa. Do të më shiju vdekjen, do të më shiju jetën varreza, do të më shiju ditën e Kiametit, llogarit ditën e gjykimit si shpejt. Edhe vjen koha të ura siratit, hop si vetima, ose si kalorsi, ose si jera ka fryn, ose të vrapu, ose na shtatu hec, po si shpejt, edhe shkove në xhenet. Sepse Zoti o kënaq me ty, ka pajtu me ty, la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له
فيضاعفه له وله أجر كريم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, qysh I përket të lartë madhërisë së Tij. Gjithherë dhe çdo herë pranojmë, dëshmojmë, potencojmë se jemi të mangë të lavdërojmë, të madhrojmë krijuesin ton ashtu siç meriton lartë madhëria e Tij. Te bareke ve taala. Hamd dhe falenderim derisa Ai të kënaqet me ne, hamd dhe falenderim edhe pasi që Ai të kënaqet me ne, hamd dhe falenderim në dunja dhe në ahiret. Salavat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafas, sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave, të cilët e kanë ndjekur rrugën e atij burri të madh, gjenerat pas gjenerat derisa dhe kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, jemi duke folur rreth ajeteve apo duke komentuar ajetet të surës El Hadid. Jemi në pjesën e dytë të kësaj sure të bekuar, respektivisht nga ajeti 7 deri në ajetin 11. Ku I madhi Allah Azza wa Jall pasi që më lart solli argumente apo përmend argumente të cilat vërtetojnë njohshmërinë e Tij, lartmadhërinë e Tij, te bareke ve taala, dijen dhe fuqinë e Tij absolute, nëpërmjet fakteve qiellore dhe toksore. Përmend në vazhdim disa obligime shariatike, të cilat ja obligon njerëzve, duke I urdhëruar ata fillimisht që ta besojnë në Zotin hak me sinqeritet, bindje, në nështrim, ta besojnë pejgamberin e Tij sallallahu alaihi wasallam hak, për të urdhëruar më pas për dhënje, shpenzim të pasurisë në rrugën e Allahut apo në rrugën e Zotit, zeqat, sadaka, bamirësi, përkujdesim ndaj farefisit e të tjerë, fushat të ndryshme, me të cilat robi me to kërkon kënaqësinë Allahut te bareke ve taala. E për të premtuar shpërblim të madh për ata të cilët japen për hir të Allahut, dhe për ta cekur se ashtu siç është vlerë dhënia e pasurisë para Allahut, ka vlerë mi vlerë dikush ju prim punët e hajrit dhe fetën ma shumë sevap se sa ata të cilët I bëjnë ato punë më vonë, apo I pasojnë ata në ato punë të mira. Për të nxitur sërish në fund njerëzit që të japin hua të madhët Allah.
Huazani Allahut nga pasuria juaj. Pra, bëni tregti me Allahun Azza wa Jall nëpërmjet pasurisë, o ju musliman. Tani, shkojmë në detaje të këto ajete, kjo është në pika të përgjithshme. Shkojmë në detaje të këto ajete e të shofëm se çfarë në thot i madhi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ndaj themi, mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, aminu billahi wa rasuli. O ju njerëz. Në fakt ajetet për zbresin arabëve me kas. O ju njerëz, besejeni Allahu. Sepse më herët sjell argumente për ekzistimin e tij, njohshmërinë e tij, fuqinë e tij, rahmetin e tij, kudretin e tij e të tjerë. O ju njerëz, besejeni Allahu dhe të dërguarin e tij, besejeni Allahun hak, se ai është vetëm Zot, i cili meriton të adhurohet me të drejtë. Është vetëm Zot, i cili ka pushtetin absolut. Të tjerët janë emra, por s'kan asgjë të bëjnë me realitet. Për emra ka Zot plot, të panumërt, por nga realiteti e vërteta që meriton të quhet Zot me cilësitë e tij të përkryera, me pushtetin e tij absolut, gjithë përfshirës të gjitha krijesave të këtij universi, është i madhi Allah. Besejeni Allahun hak. Besejeni të dërguarin e tij në hak. Dhe qëndroni në këtë besim, në palëhatje, në vazhdimshmëri, qëndroni në te. Aminu billahi wa rasuli. Pra besejeni Zotin hak, Tabaraka wa Ta'ala, dhe pejgamberin e tij në hak. I thret në besim të shëndosh. Më pas i urdhëron për me dhanë nga aja që u ka dhanë Allahu, e thot, u anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi. Dhe japni nga aja që u ka lënë ai Allahu në trashëgim. Dhe japni nga aja që u ka lënë Allahu në trashëgim. Japni nga aja që u ka lënë Allahu në trashëgim. Çka është ajo? Është pasuria. E pse ka quajtur Allahu në trashëgim? Është tepër me rëndësi më ndalë të kjo pjesë, apo kjo pjesë ajetet kuranore. Japni nga ajo që u ka lënë Allahu trashëgim. U ka lënë Allahu trashëgim. Pra jap në mënyrë automatikisht me kuptim në mënyrë indirekte se çfarë pasuni ka pas babait apo një pjesë të asaj pasunie. Ku është babait sot? Ku? Pra nuk e gëzoi ai përjetësisht atë pasuni. Ai shkoi për pasuria met. Dhe ti erdhi ty. Dhe ti e shfrytëzon, por dhe ti ki me shku dhe e ka me mbet. Dhe kanë marrë tjertë dhe të kanë me shfrytëzu, pa e ka me mbet. Anda i meq me njëherë kupton se ke kujdes ndaj kësaj pasunie sepse përkohësisht e ke. Kjo nga një ranë. Nga ana tjetër, u ka lënë në trashëgimi, mustakhlifin fihi, jam me kuptu shka thanë Hasan Basriu, jam me kuptu se ti në fakt nuk je pronar e real, i vërtet, i pasunisë. Por, Allahu ta ka dhënë atë pasuni ty në rang, në formë të emanetit.
të menaxhimit, të shfrytëzimit, të kënaqësisë me te. Ose nëpërmjet trashëgimisë, ose nëpërmjet njerëzës, po, amo ai ti ka qenë në rrugë të rrezikut, prapë ti na është. Prapë shpejt ti, ai ti ka qenë në rrugë të rrezikut, ai të ka sjellë rrezikun dhe të ka sjellë pasuni. Por në cilën do formë qoftë nëpërmjet prindërve që ka trashëgu, qoftë nëpërmjet njerëzës tane që ke punu, në realitet pasunia është e Allahut, sepse ati për këtë pushteti, dhe ajeti ishte më lartë, ati për këtë pushteti, dhe ajetet shumë të kanë kaluar, ati për këtë pushteti, i qive dhe i tokës, dhe sa ka mes tyne, madje dhe ti vetë ti në gjithmonë, je pjesë e pushtetit Zotit, dhe brenda pushtetit Zotit. Je mulki Allahut jeti, e unë, e pasunia jam e jotja, dhe këtë gjithësi. Thuj ndryshe, Allah i madhruar të ka dhanë pasurin, sikur se është të ka dhanë e vladin. Ti që i kracat të dush, unë kam e vlad. Ti ki e vlad, për kush ti dhe e vlad. Ti ki e vlad, dhe vërtet. E tani ki e vlad të vladve, e nëse ki ymer ki e dhe vlad të vladve të vladve, nipa stër nipa, por kush ti dha, valla Zoti falë. Tamam, në halë qëtu. Zoti fali, ty ti fali, më knaq me ta, më forcu me ta, me jetu me ta që jetojmë të gjithë me vlad. Tamam. Por në Zotit, po, pra ti ka dhanë në formë të hoas. Andaj, e vlad jenë të Zotit. Edhe pasunia është e Zotit. Tepër është në rëndësike. Për ataj kur të biju, kur fet për këtë ajet, Allah e pas më shiru, flet, bukur, gjatë, thot kuptoje, ju njerës, o ti njeri kuptoje. Se, ti e përbal pasunis, se këse një autorizuar që autorizon të notere atje, e autorizon me shfrytëzu pasurin tante. Apo talent dikush përsipër për shfrytëzuar pasunin. Andaj shfrytëzoj atë. Në rrugë të Zotit, në rrugë të Allahut. E Allahu pa thot, i jepni nga pasunia që a kam dhënë juve. E jepni. O a kam lënë dorë. Pra pasunia e Zotit, e vlad të Zotit, këtë nimetet e Zotit janë. Kur e ka njëri këtë koncept në kry dhe bën parim, o, Zot, sa është i qetaj. A i mu nuk e ka problem, gjepin, heq se ka problem a i. Ja, më rethët Zotit janë, Zotit, sa në zbana me. Veç Allah më bënë mu sebeb. Tak, në dhe qkallë kështu. Këtu, ta në kështu. Asgjan. Andaj më së kërëna, që i ke dhanë dikuj, ti me dhanë gjësysh, po, me falenderu Zotin. Sepse Allahu mujti me dhati drejt për drejti, mos harra, por të bënë ty, kështu, vërmjetësos. Që ti më knaq me atë pasuni, dhe s'ta lypi krejt, mja dhanë. Por të njëjtin kohë, ti me dhanë, dhe kur t'jap shti edhe provimin lartit në raport me Zotin, edhe tash pasan ajeti, pjesa ajetit koranor atje, pasan për shpërblim të madhë që ka. Për ata thëtë Allahu, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. E ata të cilët kanë besuar për jush, për ata që besojnë, me besim të shëndosh, që të sekë më heret, وَأَنْفَقُوا dhe japin në të gjitha rrugët, që kërkohet për robet me dhanë, لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ, ata kanë sevap shumë, sevap. Shëftë që është urtësia, rahmeti i Allah. Spari, ajtë përzgjellë ti me dhanë pasoni. Mi shfrytëzuti. Knaqë me ta. Kofej, të halal, e juar. Ama, mos harra se ki hak, ndaj Allahot, që e zeqati, dhe hak, ndaj shoqërisë, që prapë e zeqati, sepse zeqati është hak i dyfisht. Zeqati është hak i dyfisht. Ramazani është hak
i njëfisht. Namazi është hak i njëfisht. Haxhi është hak i njëfisht. Hak i dyfisht është zeqat. Hak i robit, hak i Allah. Pra mëse harra hakin e Zotit. Kënaqesh me pasuni, e jep një pjesë pasunis, jo të dritë dora, po të kënaq që po jep, e pastaj pasan, lehome ejrun kebir, për ata ka shumë sevap. E sevapi më i madhi dhe kryesori është me fitue erazin kënaqësinë të madhe të Allah. Me iman dhe me lek. Me iman dhe me lek. Me fitu erazin kënaqësinë Allahut. E ai që fiton kënaqësinë erazin e Allahut, ai ka shpëtu për zjarmin e xhehenamit. Ai ka fitu xhenetin në emrin e Allahut, sepse s'ka logjik, është e pamundshme. Zoti të kënaqet me robën e vet, të pajtoj tjetër azi kënaqur me te, e ta ndeshke me xhehenam. Asnjëherë. E fitove kënaqësinë e Zotit, për ty më krizë nuk ka, për ty më ka veç me këto etapa. Do të më shiju vdekjen, do të më shiju jetën varreza, do të më shiju ditën e Kiametit, llogarit ditën e gjykimit si shpejt. Edhe vjen koha të ura seratit, hop, si vetima, ose si kalorsi, ose si jera ka fryn, ose të vrapu, ose nashta të hec, po si shpejt, edhe shkove në xhenet. Sepse Zoti o kënaq me ty, ka pajtu me ty, la ilaha illallah. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith, ka në hadith Muslim dhe teha, Imam Ahmed dhe shumë të tjerë. Pejgamberi ka lexuar ajetin elhakum takathur. Thot al-Mutarrif, thot Mutarrifi pe babas e tij, shkova te pejgamberi dhe dëgjova qellova të duke lexuar ajetin kuranor elhakum takathur. Sura Takathur. Ju preokupoj, ju shqetësoj juve angazhimi që të bëheni të pasur. Po, njerëzit, që të sa nuk din me mënu. Që është bëj pasur, që më bëj pasur, 24 orë me mujtaj, me në me pasuni. A nuk e din që kjo të shkat, mund të shkatroj. Elhakum takathur. E pastaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. Thot i Ademit, pra insani, mali, pasunia jam, pra angazhohet me pasuni, rrotullon këton, i gjek këto, i këtyra atje, i këtyr kantër, i këtyr pasunia. O biri Ademit, e cila është pasunia jote? Apo cila pasuni të takon ty përpas asaj në qka? E ngrënë, e hangre e pine dhe hargjove, ose e veshe, e bajte, o vjetru dhe gjuve, ose të sadakte fe e bëkajte, ose dhe sadaka dhe e ruajte. Ka që pasunia. Pra, i madhe Zot te bareke ve teala urdhëron robët e tij me këtë ajet kuranor që ta besojnë Zotin hak, pejgamberin hak, dhe të japin nga pasunia që a ka lanë Zoti emanet. Andaj robi do ta ketë parasysh këtë parim. Pasunia është e Zotit. Për ata se ulla krahazim me vlad që janë shumë më të shtrejt e më të shajt se sa pasunia. Për shumicën e njerëzve për të gjithë. Dhe Zotit janë e vlad. E Zotit është pasunia. Pa dhe Zotit është këtë gjithësi krejt. Allahu ta ka dhënë ty. Sprov. Po më kënaq me te. Ama edhe kërkën për teje, me dhanë.
Tebareke wa ta'ala. E pastaj, ata që i bëjnë këtë, pra kanë shpërblim të madh. Thëtë Allahu në vazhdim tebareke wa ta'ala, وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. Pasi që thirrën njerëzit me besu në Zotin, u kthej dhe i çarton rand me kasët. Rand i çarton. Përse nuk besojnë? Dhe thot Allahu. Çfarë keni që nuk besoni në Allahun? Përse nuk besoni në Allahun? Ndërkohë që i dërguari i tij ju fton që të besoni në Zotin tuaj. Pse nuk e besoni Allahun? وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. Pse çka pritni? Ku është pengesa? Ku është arsyeja? Cili është justifikimi juaj o ju me kas? Që nuk e besoni Zotin hak. Kurse fati juve i mirë e i madh është po ju e keni pejgamberin mesin e juaj. والرسول dhe Rasuli është mesin e juaj. Yad'ukum. Ai po ju thret. Litu'minu bi rabbikum. Që ju ta besoni Zotin tuaj. E që është pjëthërat? Pjëthërat mënyrën më të mirë, më bindëse, duke ju sjellur fakte dhe argumentet pa mohueshme, qoftë ajete koranore, që janë mrekulli mu'jize, qoftë argumente tjera, pastaj sinqeriteti i tina, e njehni prej që ka lindur, kur nuk provut ju, nuk vërtetut, nuk pat, nuk e shijut, as një padrejësia, dallaveras, nuk vrejt kur gjë as një vrejtjen te. Dhe cilin dëshmi, cilin fakt dhe argument që o asolli ky pejgamber se Zoti është një, mund ta mohoni jo, apo se ky është i dërguar? Pra faktet dhe argumentet që o asjell ky juve ditë për ditë janë aq të shumta dhe të qarta sa që ju nuk keni arsye mas ta besoni Zotin tuaj. وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم. I cili tashmë u ka marrë besën për jush. I cili tashmë u ka marrë besën për jush, këtu kemi dy kirajete që kjo është çështja atyne që i lexojnë Kur'anin me kirajete. U ka marrë besën i bio ka marrë pejgamberi për jush. Ose i bio ka marrë Allahu besën, duke o sjellur argumentet shumëta pa mohueshme. Madje kanë thënë, pjesë e këtyre argumenteve janë, a nuk i ka dalluar Allahu juve me logjik? Po bëni në rang të hajvanëve, që nuk e lidh kokën për kur që për pas për mbijetesë, me hangare me pimë shërjepshet. A që ka dhënë Allahu plot menua ka mu shkryt, e me pas se këtë qilë po qëndron bigajre amedin të rone ha pa shtylla dhe ju sheni. A nuk e sheni këtë qi se si bjen, e këtë dilë se si nëzhen, e këtë natë e këtë. A nuk e sheni këtë fëmi se si linda atë dhe këtë dhe qëka të sheni? Gjdo gjatë të regon në këtë gjithësi se pas saja për pas ti më shefet një kryus absolut i gjithdishëm e i urte, i mëshirshëm e i forte, i plotfuqishëm e të tjerë. Aja është Allahu. Ose, ukhidhe, është marrë juve besa. Kuptimin e dytë, është marrë juve besa, ka për qëllim, kur Allahu ju nxorri juve, apo i nxorri prej shpinës e Ademit alayhi salam, krejt lëst të tina. Shka në suratul Araf. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. Dhe Allahu u tha krejt aty në lozve, pa këtë njerëzve. Alastu bi rabbikum qalu bala. A nuk jam Zoti juaj, thanë po gjithsesi je Zoti jon. Dhe ajo është besa e parë që a kemi dhënë Zotit në ezel. Kështu thuhet.
Besa e parë që kemi dhënë Zotit herët para se me kryue krijesat përpas Ademit alayhi salam, se na jena losht e tina. Pra, pse nuk e besoni Zotin tuaj, kurse Allahu tani u ka sjell argumente sa të dëni nëpërmjet ti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nëpërmjet shqisave që ka dhënë juve mendjes, madje u ka marrë besën juve herët fillim të dunjas, se ju keni mi besu dhe ju keni pranu Zotin krijues dhe keni dëshmu se Zotin një nuk ka tjetër. Andaj, pse nuk e qëndroni kësaj besnik? In kuntum mu'minin, nëse ju jeni besimtar. Nëse dëni ta besoni Zotin hak, besoni tani. Besoni tani. Kur mesin e juaj është pejgamberi. Kur juve po i zbret Kurani për çdo ditë, në vazhdimsi. Besoni tani, para se më bo vonë, sepse ju një ditë keni me besu. Edhe vërtet kanë me besu dhe kanë besu. Po edhe këta që janë sot që më hojnë, kanë me besu një ditë. Ama kur vjen ajo ditë, ka mi bo vonë, te për vonë. Wallahi te për vonë. Billahi te për vonë. Sa që besimi nuk ka me ju kry punë. Pra, nëse ju doni të besoni tani ajo një herës. O, njërës besoni Zotin hak, besoni pejgamberin hak, sallallahu aleyhi wasallam, besoni Kuranin hak, besoni rinjalljen hak. Thëtë Allahu në vazhdim, huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat. Në vazhdim sjell Allahu argumente fakte për të treguar se ju duhet ta besoni Allahun dhe të dërguarin e tina e thët. Ai robët të vet, Allahu, robët të vet, i shpall argumente të qarta. Argumente të qarta. Liukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. I shpall atina i zbret argumente të qarta. Qarta për mendjen e juaj, për veshin e juaj, për syrin e juaj, për mentalitetin e juaj, qarta. Nuk ka diçka që se kanë kuptuar. Ata nuk thanë me kaset, ka dalë s'pe kuptojmë. Burë nuk mos na filozofa s'pe kuptojmë, ose na rënove shumë, nuk pe kuptojmë. Nuk thanë, kur s'thanë. Kur nuk thanë ata. Asë njëherë nuk thanë, ja, që to sen s'pe kuptojmë. Jo nuk thanë. Pra, argumente qarta. Argumente qarta. Lehta për të kuptuar. Bindëse. Në përputhshmëri. Me natyren e njeriut. Natyrshmërinë e tij. Me logjikën e tina, mentalitetin e tina. Për ata ne themi se Kurani i përshtatet edhe beduinit atje mbi dëshkret e tyre. Dhe njëherë një kolegi më tha që kjo pak e ranë. Nashta. Po qështu është? A i beduin, që këta këto, mbi dëshkret e tyre. Ta është nalë qilë në kam pa në hava, edhe deven që aty, edhe tamlin e deves, hurme, bile këta në mjek edhe hurme, pa kanë pasë. Por Kurani, tamam i përputhet atyne, i përshtatet mentalitetit tyne. Por që ky Kur'an përshtatet tamam edhe me këta sodit, ndashme të dishmit, ndashme intelektualet, ndashme kallabak diploma, ndashme dhe ata që ngriten në hapësirë qiellore lartë. Ndashme ata që do dinë ma vonë. Ky është Kur'an. Pra, ai është i cili zbret robët e tij ajat, bejinat, argumente të qarta. Liukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Nëpërmjet këtyre argumenteve, dënë Allah i madhruar, te bareke o taala, që t'ju nxirr juve prej errësirave në dritë. O Zoti jam. Më njëherë kja me kuptu se këtu më shifet, apo nënte është rahmeti Allahut, apo si rrëdhoj rahmetit madh Zotit. Pra,
A kënë zërë Zotë mja dërgu e pejgamberin, a? Qka përfitej Zotë? Subhanahu wa ta'ala. Ose, qka dëmëtën ju Zotën besot nuk besot e ju me kasë? Po dhe të tjertë me pasë. Por Allahu po dënë, pra për shënë rahmet. Për shënë rahmet. Për ata pejgamberi është rahmeti më i madh në rruzëllën toksor prej krijimit të Ademit, kur o kriju pej balte dhe është fri shpirti deri në kiamet. Për ata Allahu e quan në fund surës Anbiya atje, wa ma arsalnake illa rahmatan lil alamin, ty të kemi dërgu tjetër të mëse rahmet. Rahmet për ta që vinë me poshtë, dhe në fakt është rahmeti më i madh që Allahu e dërgoi për njerëzimin. Sepse edhe pejgamberi tjenë rahmet nuk diskutohet, për rahmeti me këtë dërguar i te kaloj çdo kufi. Çdo kufi. Kufinin e kohës, kufinin e vendit, të regionit, tracës, ngjyrës, gjuhës, mentaliteti, intelektit, gjinisë të tjerë, tracave. Kaloj çdo kufi. Matje ka le dhe kufinin e botës njerëzore, ka le tek bota shtazore, tek bota bimore, tek ambienti, rrugë ambientit dhe çdo gjë në këtë gjithësi. Pra Allahu dënë nëpërmjet këtij të dërguari sallallahu alaihi wasallam li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, që t'ju nxjerr juve nga errësirat. Shums, gjithmonë Kur'an errësirat vinë shums. Sepse rrugët e drejtit janë shumëta, s'ka kush që numëron ato. Rrugët e drejta pa fund. Rruga e Zotit është vetëm një. Për ata është nur, ila nur një në dritë. Nga rrugët e drejtit, errësirat e shirkut, errësirat e kufrit, errësirat e bidateve, errësirat e ignorancës, jahilietit e tjera. Errësira. Që në krye secilës rrugë apo rrugicë është nga një drejtë i mallkuar. Ila nur, në nurin e imanit, në dritën e islamit, në madhështinë e kësaj feje, në qetësinë e shpirtit, në ushqimin e trunit, në lumturinë në krejt qenjes njerëzore në këtë dynja dhe lumturinë e sigurt pas vdekjes me emrin Allahut Azza wa Jall. Wa inna Allaha bikum laraufun rahim. Për ata përfundon ajetin edhe vërtet apo s'ka dyshim se Allah është i butë dhe i mëshirshëm ndaj jush. Zaten si rjedhoj dhe rezultat dhe fryt, ma mirë me tha fryt i butësisë tina ndaj krijesave të tij, rahim i mëshirës së tij ndaj krijesave të tij, është që dërgoi pejgamberin, o zbriti Kur'anin dhe u solli argumente për me nxjerr nga errësirat e shumta, me qitë në selamet, me nxjerr në nuri dhe në dritë të imanit e islamit. Pra ju njerë, Zoti është i butë, i mëshirshëm. Në anën tjetër, ky përfundim i ajetit sikur se i thret, u bën me dije se hajdeni, pa marrë se çka keni bërë deri me tani. Çfarë kufri, shirku, harami, gjënai, mëkati, krimi e tjerë. Hajde të Zotit, troket derën e rahmetit të Zotit, e dera e tina është hapun, pavarësisht të kaluar sate. Sa i mirë o Zoti jonë të bareke o ta'ala. Sa i mëshirshëm o Zoti jonë ndaj krijesave të tij, subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu në vazhdim të bareke o ta'ala, kthehet sërish tek dhënia pasunisë. Shpenzimi pasunisë dhe prapë nxit njerëzit në dhanë, por në formë pak më ndryshe. Dhe thëtë Allah, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah, wa lillahi mirathu s-samawati wal ard. E çfarë keni ju? Çka puna juaj?
që nuk shpenzën në rrugën e Allahut. Pra më herët ju thirrë me dhanë, tha jepni. E që pse nuk jepni tash, po thot? Pse? Nuk shpenzëni në rrugën e Allahut. Ndërkohë që vetëm ati i përket trashëgimia e qiejve dhe e tokës. Walillahi mirathu samawati wal ard. Përse nuk jepni? Çka pritni që nuk jepni? Nga ajo që ka dhënë Allahu, kurse Allahut i përket trashëgimia e qiejve dhe tokës. Pra, hambart e pasurisë së Zotit janë sa qiejt dhe toka, po krejtina janë. Tja, po këtën që i hargjohet ati pasunia me dhona, po ti jep sa i të shton. Andaj ti kur jep nga pasuria Allahut, që ta kalon e manet, shëtë sek ma heret. Ti kur i jep dikuj i cili ta shpërblen, jo një me një, por ta shpërblen 10 për 1, 70 për 1, 700 për 1, dhe kuj të dën i jep, sot të dën pa kufi. Si që ka thonë Allah në surat Sebe, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Nuk ka diçka që jepni ju, e që Allah nuk ka kompenzon. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. E ajo është furnizuesi apo dhuruesi më i miri. E që është mësijet i tilë, kurse hambart e tina nuk shterën. Ma djas nuk pakohen. Jo vetëm që nuk shterën, pa ta nuk pakohen. Andaj jep o robi jam andej, unë t'jep e ty këndej. Dhe mësë që të fukarallakut, mësë ledhë kry ti me mendu për fukarallak. Mësë menda, mësë ledhë kryt. Sepse të Allahut janë qka kanë qi dhe në tokë të bareke wa ta'ala. Andaj mësë të të bërfriz. Të wakkel, të shëtë i Kurtubiju, të këjët koranor, mbështetje Zotit. Bindu, se rësko është bejtina. Dhe se sa t'jepsh, tep. Dhe jep ty. Dhe kur mëse lëp, mëse këthe kryt në tanë, që ka dhe. Dhe kur mësë dësha, sa i kome ta kompenzu. Jo njëherë, shumë herë kome ta kompenzu. Nashta ta vanon pak, me të matë me të sprovu i shkreta dhe. Shalë nuk sprovo shumë, se drobjen, pa nuk sprovo ma shumë sa që më në banë, për nyshe zbohet Allahu, pa ja kompenzu robit të ti, se premtimi ti e premtimi Zotit është hak. Në vazhdim, thëtë Allahu Azza wa Jall, po në të njëtin ajetin e 10, La yastavi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Nuk janë të barabartë. Nuk janë të barabartë për jush. Ata që dhanë nga pasuria tyre dhe luftuan para çlirimit. Para çlirimit. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Ata, apo të atilët, kanë vlerë më të madhe nga ata që dhanë dhe luftuan pas çlirimit. Çka i bie kjo? Më lartë, Allah e ceku dhe kuptuam se të dhënit është urdhër i Zotit, po është edhe vlerë. Për ata shpërblen shumë. Vlerë është. Vlerë e madhe. Zotën bojaria, ki pjesë e bojarisë është. Bojaria është vlerë e madhe. Vlerë. Në fakt, kur jep zekatin, që është bojar? Mos harro, se si e bojar kur jep zekatin. Sepse ke detyrë. Po e kreve borxhin, anë e la një pjesë të hakut pasunisë. Sikur fal namazin farz 5 ditë nuk i ne fartak vallu ka lamet. Mos hin vetë janë hoj, se ke bën namin. Namin se ke bën. Nëse ti falë një 2-3 recate ditën
sunnete, e tani edhe natën një 7-8-10-15, e ta i lezon janë gjëzë Koran minimumin ditje, edhe bën janë 1000 herë dhikra, 2000-5000 herë, qatë herë nera të rritë, edhe të shku për pjetë. Sa për që i falë të veç pas vaktet namaz farz e bashkë me mu, ty bën e ki bën amin. Se me la ma pak, jesë bëheq, se o drot rënohet objekti krejt, se kur se ja pyshe një shtyllë të objektit, rrujë mësë rënër të, se ka mësimet në zanë, dhe zbat hajgara jo. Pra, vlerë është kur jep edhe jashtë dhe qatit. Andaj në rrugë zotit, në thamë në rrugë zotit, në rrugë të Allahut. Por me gjithate, anë pëse o vlerë, me dhonë rrugë të Allahut, tash me dhonë vlerë, me dhonë më heret, në thamë fillim më mirë, ka vlerë më shumë, vlerë mi vlerë, se saj që jep me vonë. Këtu Allahu po e ndërlidh me shlirimin e Mekës. Pra Allahu po thëtë, nuk janë të barabartë për jush ata të cilët kanë luftuar dhe kanë dhanë para shlirimit të Mekës, si mbas mendimit të shumicës së komentatorëve të Koranit, të fillu nga Ibn Abbas dhe ulemat të tjerë. Kanë thonë, pas shlirimit, është fjala shlirimit të Mekës. Nuk janë të barabartë me ata të cilët japin me vonë dhe luftojnë me vonë. Sepse me shlirimin e Mekës në vitin e 8 Hijri, çdo gjë ndryshoi. Më herët muslimanët ishin pak, ishin dopt. Kishin armit shumë, po kishte edhe fukarallak nga ana ekonomike, probleme sociale. Andaj në kohë të vështira, pak burra dalin, por me gjithatë të dalin. Si Ebu Bekri, e Omeri, e Osmani, dhe të tjerë. Andaj Allah po thot nuk janë barabartë këta, që edhe në kohën më të vështirë, dhanë shumë dhe luftuan rrugë të Allahut, me ata të cilët e bojnë po të njëjtin punë, ama më vonë, pas shlirimit të Mekës. Wa kullan ba'da Allahu al-husna, të gjithëve edhe ata që kanë dhënë para shlirimit të Mekës, edhe ata që kanë dhënë pas shlirimit të Mekës, Allahu ka premtuar mirësi. Husna është mirësi, e që fjala xhenet. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allahu din çka punoni dhe çka veproni, sepse ju sheh dhe ju dëgjon. Pra shumica ulemave kanë thënë se të shlirimi është për qëllim shlirimi i Mekës. Këtë të shlirimi i Mekës cekin shumë ulema, se Ibn Abi Hatem në tefsir dhe të tjerë, Ibn Kathiri të tjerë, nga Abdullah ibn Omeri një tregim, një hadith, veç nalë dhe ngaje. Amma veç nalë dhe ngaje. Abdullah ibn Omeri thot, isha tek pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ato ishte edhe Abu Bekri, i cili kishte marrë një lloj izari, një lloj teshe, dhe ishte pëtjellur me te, ka pëtjell paka shumë gjyksin. Zbriti Gjebraili. Dhe i tha pejgamberit, ja nebi Allah, mali ara Aba Bekrin alejhi abaetun qad khalalaha fi sadrihi bi khilal. Gjibrili për thot pejgamberit, qka është kjo që përsheh Abu Bekrin une? E pas ka vesh këtë parteshe o pështil, mënu paka shumë mbëdu trupin me te. Pejgamberi alayhi salatu wassalam për thot Gjibrailit, qad anfaqa alayya maluhu qabla al-fath. Abu Bekri s'ka pasuni, sepse krejt pasunin ma ka dhanë mu, pra ka dhanë për hirtë Zotit, para shlerimit. Para shlerimit, a i në jeto përmen shlerimit, para shlerimit të Mekës. Atër Gjebraili, për i thot pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam,
Iqra li Abi Bekrin as-salama wa qul lahu. Përcilli Abu Bekrit selamin prej Allahut. Dhe thuaj atina: Radin anta fi fakrika hadha am sakhitun? Në këtë gjendje të varfërisë që je ti, o Abu Bekr, a je i kënaqur apo i hidhruar? Pejgamberi alayhi salatu wassalam e morri për Gjibrailit mesazhin. Dhe ju drejtu për Abu Bekrit që ishte po atë. Edhe po e thot: Ja Abu Bekr, o Abu Bekr, Allahu po të qënë selam. La ilaha illallah. Allahu po të dërgën selam. Edhe po thot: a jeti i kënaqur apo i hidhruar, i mërzitur, i shqetësuar nga kjo gjendje e varfërisë në të cilën gjendesh ti? Abu Bekri tha: a askhatu ala rabbi, unë të hidhrohem Zotit tem, a i më ka që për i t'i karkja. Inni an rabbi laradin, inni an rabbi laradin, inni an rabbi laradin. Unë jam i kënaqur me Zotin tem, unë jam i kënaqur me Zotin tem, unë jam i kënaqur me Zotin tem. Fa beka Abu Bekrin dhe ja filloi me qajt. La ilaha illallah. Pra, këta ulema që kanë se këtë hadith, që Ibn Kathiri e konsideron garib të dabt, e lidhin këtë ajet koranor që nuk janë njëjtë, për ty në Abu Bekri. Sepse në ditë vështira e ju gjend islamit dhe muslimanve, e ju gjend të dashurit të Allahut Azza wa Jall. Për atë kur i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lypi prej sahabëve me dhanë, edhe erdhi Abu Bekri dhe atë erdhi këtë pasunin përpara. Dhe i tha: çka i la familjes tonë, o Abu Bekr? Përgjigjja e tij ishte shumë e qartë, e thjeshtë, ama bindëse: o alash Allah dhe pejgamberin e tina. S'kam nevojë me lanë më shumë. Dhe atë ditë, Omeri, i cili solli gjysën e pasunisë, tha: unë më nuk shtyhna me Abu Bekrin. S'moj e shtyh me ta, se s'ka kush që më në shtyh me ta. Allahu qoftë i kënaqur me te, dhe me të gjithë sahabët, po dhe neve bashkë me ta. Allahu amin. Allahu i madhuar në vazhdim në ajetin e 11 dhe të fundit të këtij fragmenti thot: Men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir. Kush është ai, tash thret Zoti. Hala ende flet për me dhanë, no ju njerëz. Kush është ai i cili i huazën, jep hua, bërq, hua, Allahut. Kush është ai që i huazën Allahut një hua të mirë, e që t'ja shumë fishoj, atë Allahu dhe t'i jap një shpërblim kerim, ajrun kerim, shpërblim të mirë. Walehu ajrun kerim, shpërblim të mirë, shpërblim të madh. Kush është ai që jep Zotit hua? Pra Allahu, kur t'japsh muslimanëve, t'japsh fukarave, t'japsh nevojtarëve, t'japsh në rrugë të Zotit, ja ke dhënë Allahut hua. E atë hua që jep Zotit, nuk ta kthen një me një që cek me lanë. Ta për dikujna pjap këtë hua. Pra po bën tregti me Allahun, o musliman.
Kur ka zbrit kjo ajet Kur'anor, Abdullah ibn Mas'udi ka thonë, kur ka zbrit kjo ajet Kur'anor, kush është ai që jep Zotit një hua për t'ja kthy Allahu hanë shumë fish më shumë? Kur ka zbrit kjo ajet Kur'anor, Ebu Dahdah al-Ansari, kështu është quajtur Ebu Dahdah radiallahu anhu, thot ja Rasulullah, a vërtet Allahu po kërkon prej nesh hua? Tha po ja, po, është e vërtet që Allahu po kërkon prej nesh hua. Atër pejgamberi Ebu Dahdah tha ja Rasulullah, nëse është ashtu, zgjat ma dorën. Pejgamberi i azati dorën, sallallahu alaihi wasallam. Këja kapi dorën dhe ja shtrëngoj. Dhe i tha, ja Rasulullah, unë pra, po ja japi Zotit hua, kopshtin tem me 600 trupa hurme pallë. Apo lip ka Zotit për neve hua, ja Rasulullah, zga të dorën, ja vash Allahut, që ka të dush bëni. Aty e kam gru në thmin, vetë sa shkaj të nëzirri, vetë sa shkaj, dhe shkaj tha, oj filane, thmin me një herën me dalë, sepse atë kopsh që kom malën më të mirin me dine, 600 trupa, sad janë shumë, sad është pasuni e madhaja, sad, e lërëm unë atë zaman, e ku ka trupa, ku ka hurme, ka pusa, dhe aty ka pas pusa, bonarë, në kanë 2, nëse s'ka bëjës, nëse s'kam harru, e o ka një shtëpi me qëndru aty, tha grusë e thmive, dilni, sepse ja kam dhanë Allahut krejt. Asë një fjalë gruja nuk ja bëri, një vrejtje, por i thatë lumt që ka pas ke boti. Lumt që ka pas ke boti. E përgëzajme njëherë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, kem idhqin ridah fil gjennet li Ebi Dahdah. Sa trupa hurme të mbushura me fryte ka Ebu Dahdah në gjennet për balë kësaj që e dha në këtë dynja. Aty e përgëzaj, menar aty e përgëzaj. Kemme idhqin ridah fil gjennet li Ebi Dahdah. Sa trupa palmesh të stërmbushura me fryte në gjennet për Ebi Dahdahin, për hirtë kësajna që e bëri këtë vepër të madhe për hatër të Allahut të bareke vë ta'ala. Këtë gjurma për ether, e ka të sekur Ibn Abi Hatim, e ka të sekur Ibn Kathiri, e ka të sekur Suyutiu dhe shumë komentator të tjirë të Koranit. E lusim Allahun e madhruar të bareke vë ta'ala të në përse imanin, bindjen dhe yaqinin, e të në bëj për atyre të cilët i japin fi sebilillah, në rrugt të Allahut, për me ngrit fjallën e Allahut, për me ruajtur fjallën e Allahut, për me përhapur fjallën e Allahut, të bareke wa ta'ala. Allahumma amin, Zote dhe më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.